Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar nga burgu një ditë pasi deklaroi se do të garojë në listat hapura në zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë Berisha e ftoi të ishte pjesë e listave të mbyllura, por Meta theksoi se do të jetë në garë, në listë hapur dhe në izolim. Pas sakrifica ekstreme nuk ka fitore madhështore. Falenderoi kryesinë e Partisë së Lirisë që fillimisht më propozoi të isha kandidat për deputet në listat e mbyllura, por që mbrëm miratoi kërkesën time që Ilir Meta, edhe pse në kushte ekstreme e izolimit, do të jetë kandidat për deputet në listën e hapur të qarkut Tiranë. Partia e Lirisë, LSI dhe Ilir Meta kanë qenë të parët për listat e hapura. Ilir Meta bashkë me disa kolegë hyn në grevurie në vitin 2008 kundër ndryshimeve kushtetuese që sollën listat e mbyllura dhe vran parlamentarizmin e vërtet. Ilir Meta në vitin 2005, për të gjithë ata që kanë humbur kujtesën, edhe pse kishte mundësinë të dilte deputet nëpërmjet sistemit proporcional, bëri një akt të rëndësishëm politik duke e vendosur vetëm në majoritar, sepse për mua më i rëndësishëm ishte zhbllokimi i procesit evropian të vendit sesa thjesht garantimi i një mandati deputeti. Unë nuk krijova parti për të bërë deputet, po për të garantuar rotacionin politik dhe për të zhbllokuar integrimin evropian të vendit. Edhe sot për të gjithë ata që i kanë syt në ballë dhe pan rrëmbimin tim kriminal dhe që e dinë se ku ndodhem, u them se pavarësisht se jam në kushte ekstreme izolimi, është detyra ime të udhëheq Partinë e Lirisë me shembullin tim dhe të luftoj me të gjithë fuqitë e mia për t'u treguar të gjithëve se kjo është një betejë që në radhë të parë kërkon sakrifica ekstreme për të fituar dhe jo llogari meskine afat shkurtra nga ata që mendojnë se politika është narrativa apo perceptim. Ilir Meta me shembullin e tij nga qelia nr. 5 tregon se lufton për kauza të mëdha dhe se nuk i tradhton kauzat që beson. Mafia nuk luftohet duke vegjetuar apo duke pritur dhurata nga qielli. I falenderoj të gjithë për mirëkuptimin dhe për mbështetjen në këtë betejë historike për fitoren e koalicionit PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, që është qëllimi ynë madhor fitore, përfundon reagimin e tij Ilir Meta.